Paketa e maleve ose paketa e tjetërsimit të pronës private. Për ata që nuk kanë para të investojnë në pronat e tyre, për ata që nuk ndërtojnë dot resorte, agriturizëm apo çdo lloj aktiviteti tjetër ekonomik, për ata nuk ka pronësi, për ata nuk ka toka. Vetëm të pasurit, ata që kanë para të investojnë, ata që janë miqtë e Edi Ramës, ata mund të gëzojnë përveç se tokave publike që u ja u dhanë për një cop bukë, tani më do t'ju japin edhe tokat private me justifikimin se këta i punojnë. Ky është fundi i shtetit ligjor, është fundi i kushtetutës dhe është fundi i respektimit të pronës si një drejtë e shenjtë. Paketa e maleve u zbatua dhe u nis me idenë që do të ndërtoheshin dhe do të rivitalizoheshin malet shqiptare atje ku nuk kishte kërkesë për të ndërtuar apo për të jetuar. Ndërkohë nga malet i zbritën në fusha, në kodra, në bregdete kudo, vetëm e vetëm për të vjedhur tokën e njerëzve të ndershëm që ndoshta janë në pamundësi ekonomike. Paketa e maleve është paketa e vjedhjes madhe.